i cili ka ardhur deri në pikën kritike sa që Peter Bartell, një historian i famshëm gjerman, thotë që në kohën e kryqëzatës 4, domethënë vitin 1204, kur kryqëtarët e kanë pushtuar Konstantinopolin, thotë popullsi albanofone ka qenë vetëm një zonë relike e çunaj, zona e Matit. Aty ku në fakt ka lind edhe ajo që quhet shteti i Progonit dhe pastaj i Gjon Kastriotit. Ka bëj kjo edhe me qëndrimin e shtatmulërit në lidhje me luginën e Matit ku i vendos shqiptarët? Ajo është kontinuiteti, vetmja zonë që ka ruajtur, zonë e pa romanizuar, ka qenë zona e Matit. Dhe aty ka lind pastaj shteti i Progonit dhe kështu me radhë. Pra, pastaj ka ardhur sundimi serb, i cili e ka qu edhe matutje përpjekjen asimiluese ndaj shqiptarëve me zakonin e Cardushanit që ka ndalu të ashtu quajtur në herezi latine, pra i ka përndjek të krishterët latin dhe ka pas fe zyrtare vetëm ortodoksin serbe. Dhe në këtë kontekst pastaj kanë ardhur Osmanët. Osmanët kur kanë ardhur, popullsinë shqiptare kanë gjetë pothuajse para zhbërjes, edhe etnike edhe gjuhësore. Me ramin e shtetit serb, popullsia albanofone përfundon të kurrja e saj dhe fillon një proces i konsolidimit të saj, i zgjerimit të saj demografik, dhe në fundin e perandorisë osmane, popullsia shqiptare ka banuar deri në para lagjet e Beogradit, duke përfshirë edhe Nishin, Leskovcin, Vranjen, manastirin, pra ka pas një kthim spektakular të popullsisë albanofone në zonat e vjetra ilire. Pra nga pikpamja demografike, nuk na rezulton që Osmanët kanë bë dëm demografik. Normalisht kanë qenë 500 vjet pushtim, brenda cilave ka pas periudha të bashkëpunimit edhe të lullëzimit ekonomik. Por ka pas edhe periudha të kërëngritjeve, rebelimeve dhe keqkuptimeve dhe të mjerimeve sociale. Ndërkohë ju keni dhe një studim për legitimitetin e sundimit otoman, pra që duke gjykuar që konteksti kohës, sepse gjërat gjykohen në kontekstin e kohës, ai sundim ishte plotësisht i justifikueshëm nga gjitha pikpamjet. Sasja ime është pragmatike dhe shkencore. Duhet të shikojmë me të njëjtin shikim edhe pushtuesit romak, edhe bizantin, edhe serb, edhe anxhuin, edhe osman, edhe italian, edhe gjerman. Sepse kjo mendësia islamofobike, kjo të gjithë të tjerët i ka amnestuar dhe merret tanë kohën si pllake prishun e gramafonit vetëm me pasojat e sundimit osman. Ndërsa, studiusit më serioz të periudhës sundimit osman, evropian, si që në Robert Mantroni, për shembull, Noel Malcolmi, Peter Bartley, pastaj edhe autor tjerë që Peter Sugari, për shembull shumë të tjerë, kanë nxjerrë konstatime që diametralisht të kundërta me konstatimet e historianëve shqiptar, të cilët për hir të së vërtetës duhet të thënë që studimet e tyre më shumë i kanë bazuar në tezat e historiografëve slav, serb edhe rus, sesa që janë studime mirë filli. Pra, edhe nga kjo pikpamje, vetëm kam dhënë disa indikacione që kjo histori duhet të rishikohet, duhet të riinterpretohet në mënyrë korrekte të vendosen të gjitha pikat mi i dhe na të shohim cilat kanë qenë pasojat e të gjitha pushtimeve dhe cilat kanë qenë rezultatet e atyre pushtimeve, ashtu që na pastaj të kemi një pamje më të plot për të kaluarën tonë historike.